Përshëndetje jetar shqef. Jam i zë nga Korça. Qëm Limonella Miçani, bëjnë në lagjën 4, ish konvikti. Ky rast që po bëj denancim në jetar shqef nuk është e parë, nuk e di sa e ka ndodhur 3-4 herë. Unë jetoj këtu në lagjën 4 siç thash. Kam një banues tu, një djalë që quhet Ronaldo Govaçi. Më ka bërë kush e di sa herë vjedhje edhe më ka shkatruar shtëpinë. Policia është në djeni. Këtë djalin e kam zënë personalisht dhe i kam bërë çdo herë, i kam bërë mirë për rita Allahut. Ja kam shpëtuar 2 herë, e kam shpëtuar duke pirë kokainë. Dhe pinte kokainë edhe e kam shpëtuar duke thirrur ambulancën 2 herë. Ky djali ma ka shpërblyer me tlikë. Ky djali më ka bërë shumë dëmtime. Më ka grisur Kur'anet. Kush e di sa herë. Ky ka grisur 3 herë, ka grisur Kur'anet, unë 3 herë kam gjitur. 2, më ka shkatruar frigoriferin, lavatriçe, më ka shkatruar gjithë shtëpinë. Unë do ta tregoj me detaje se si ka bërë ky. I ka grisur librat islame. Shiko si ka zgaravitur, shiko në gjendje ka ashtu. Shiko. Një. Kur'anet shumë gjendje ka bërë. Ky ka grisur 3 herë shputën shtëpinë time, 3 herë. Ky ngris, unë gjit Kur'anet. Ky gris, unë gjit. Shikoj se janë në gjendje të mjerueshme Kur'anet, i ka grisur, i ka coptuar. Plus dëmtime telefonin e ka thyrë dhe plus 2 telefona që i ka vjedhur. Një. Lavatriçën e ka prishur. Një. Këto dëmtime tu që i ka bërë unë i kam rregulluar një çik kështu. Plus frigoriferi nuk punon, lavatriçja nuk punon. Këtë e rregullova unë, e kishte prishur, garderobin ma kishte prishur, e oqa gardën se kishte prishur. Ka bërë shumë dëmtime, shumë dritaren po ashtu. Unë i kam vënë mbulesë se ka prishur dritaren, rje dritarja, ujë. I ka prishur, i ka dëmtuar, ja ka hequr llastiçkat, llastiçkat që mbajnë xhamet. Ka bërë shumë dëmtime. Tava këtu, shikoni tavën këtu, ngrojsen po ashtu, ngrojsen e flakat, se kishte bërë thërime. E kishte bërë cop, plus ushqimet që ka vjedhur këtu. Mbi 150.000 lekë ushqime ka vjedhur. Ka vjedhur dhe gjëra materiale të shtëpisë. Plus pjata gjëra që ka vjedhur tenxhere. Plus telefona, plus që ka vjedhur, plus që ka bërë dëmtime. Policia i di të gjitha rrethana dhe i ka marrë të gjitha denancimet çfarë ka ndodhur me mua, se ky djali mua më ka goditur dhe me thik mund të ndru. Kam qenë në spital. Kryetari i lagjës po e le të lire. Zura sot në mëngjes dhe më tha, jo s'është ai, jo kështu. Ai është thash, unë sa të radhë që ndodhi thash, problemi me mua, thash, që më goditi thash, juve u lëshuat thash. Nuk është e parë që ndodh ky incident kështu me mua këto gjëra. Prandaj unë po dal tu jetar shef të marrin masa organet kompetente, të marr masa dhe ai prokurori i përgjithshëm, të mos e lën këtë personin në fjalë të lirë, sa i prapë vazhdon kështu. Është tërë që gris Kur'anet, është tërë që më shkatron shtëpinë. Se po e bën, e ka bërë kronike këtë pjesë. Se policia e ze, nuk ka shilanë, jo kështu e mbrojnë. Edhe e ze policia e Korçës e lëshon. Jo lutem prokurorit të përgjithshëm të marri masa për të person.